Vlora po eth një hap të vogël në dukje, por me një domethënie të madhe për qytetarin dhe respektin ndaj kujtesës njerëzore. Prej vitesh një praktike zakonshme në qytet ka qenë vendosja e njoftimeve të vdekjes nëpër shtylla elektrike, mure apo hapësira të improvisuara publike. Këto lajmërime, edhe pse të mbushura me dhimbje dhe kujtim, shpesh krijonin një pamje të çrregullt dhe jo estetike për qytetin, duke bërë edhe më të zbekt mënyrën se si nderojnë ata që largohen nga jeta. Përtej aspektit vizual, kjo situatë ngrinte edhe një çështje më të thellë, mënyrën se si një komunitet kujdeset për dinjitetin e qytetarëve të tij, jo vetëm gjatë jetës, por edhe pas saj. Një qytet si Vlora me histori, kulturë dhe tradita të forta nuk mund të lejonte që kujtimi i njerëzve të tij të përfaqësojë në mënyrë kaq të rastësishme dhe të çorganizuar. Këtë të martë, bashkia ka ndërmarrë një nismë konkrete për të ndryshuar këtë realitet. Ka nisur puna për vendosin e tabelave të posaçme të dedikuara ekskluzivisht për njoftimet mortore. Këto hapësira të reja do të shërbejnë si pika të rregullta dhe të përcaktuara qartë, ku familjarët mund të shpallin humbjen e të dashurve të tyre në një mënyrë më dinjitoze dhe të organizuar. Ky ndryshim përfaqëson një akt respekti ndaj qytetarëve që kanë kontribuar ndër vite për qytetin. Ata që sot përkujtohen në këto njoftime nuk janë thjesht emra në një flet letre. Ata kanë qenë pjesë aktive e jetës së përditshme, mësues që kanë edukuar breza të tërë, mjek që kanë shpëtuar jetë, inxhinier që kanë ndërtuar infrastrukturën e qytetit, apo punëtor që me mundin e tyre kanë mbajtur gjallë ekonominë dhe ritmin e jetës. Vendosja e tabelave të posaçme synon gjithashtu të sjellë një standard të ri qytetarie. Ajo ndihmon në ruajtjen e pastërtisë vizuale të hapësirave publike, duke shmangur mbi vendosjen e njoftimeve dhe degradimin e mjedisit. Njëkohësisht krijon një mënyrë më të qartë dhe më të aksesueshme për qytetarët që duan të informohen për humbjet në komunitetin e tyre. Ky është një hap që mund të duket i thjeshtë, por që reflekton një ndryshim realiteti. Tregon se kujdesi për detajet, sidomos për ato që lidhen me ndjeshmërinë njerëzore, është thelbësor për zhvillimin e një qyteti, sepse respekti ndaj të ndjerëve është njëkohësisht respekt ndaj vetes dhe ndaj vlerave që një shoqëri zgjedh të mbrojë. Është kujtesë se çdo jetë që ka vlerë dhe se mënyra se si e kujtojmë atë flet shumë për ne si komunitet.